Dritë e errët për Bricjapin sot. Shigjetari përballet me krizë në financa. Ka ditë ku energjitë bëhen më të rënda, më të thella, më të saktë drejtura sikur universi po të ndalon për një moment që të kuptosh diçka që nuk ke parë. Sot, dy shenja janë në një fokus të veçantë. Njëra përballet me një dritë të errët, një sinjal të brendshëm që kërkon vëmendje, ndërsa tjetra përjeton një tronditje financiare që i ndryshon drejtimin. Nuk është rastësi që po e dëgjon këtë mesazh tani. Energjitë sot po flasin me forcë, dhe nëse je njëra nga këto shenja, duhet ta marrësh këtë paralajmërim shumë seriozisht. Bricjapi. Sot energjitë takohen me një intensitet të pazakontë, duke të vendosur në një pikë ku duhet të kuptosh se disa situata nuk mund të shtyhen më. Drita e errët për ty nuk është negativitet, por një thirrje e fortë për të ndalur dhe për të parë brenda vetes. Mund të zbulosh një të vërtetë që ke shmangur, një ndjenjë që ke mbajtur të fshehur, ose një vendim që duhet marrë me urgjencë. Në marrëdhënie, dikush mund të vërë përballë një reflektimi të thellë, një bisedë që të tund emocionalisht. Në punë, je në një moment ku duhet të vlerësosh me kujdes çdo lëvizje, ka një person që të vëzhgon dhe po teston forcën tënde. Financat kërkojnë disiplinë, por nuk ka rrezik të madh, thjesht një nevojë e fortë për të strukturuar gjithçka. Intuita është e ngritur dhe të paralajmëron për njerëzit që të duken të mirë, por që nuk kanë energji të pastër. Kjo dritë e errët është një udhërrëfyes. Qëndro i qetë, analizo gjithçka dhe mos merr vendime impulsive. Sot fillon një kthesë e brendshme që do të çojë drejt stabilitetit të vërtetë. Shigjetari. Sot universi të vendos në qendër të një provimi financiar. Nuk është thjesht krizë, por një lloj tronditjeje që të zgjon dhe të bën të kuptosh se disa gjëra duhet ndryshuar menjëherë. Mund të dalë një shpenzim i papritur, një pagesë e harruar, një gabim i vogël që sjell stres, ose dikush mund të kërkojë ndihmë financiare. Por në këtë energji ka edhe një mesazh të fortë. Universi nuk po të penalizon, po të korrigjon. Në punë duhet të lëvizësh me kujdes dhe të mos marrësh përsipër detyra që nuk të takojnë. Sot hapet një dritare për të rishikuar marrëveshje, dokumente dhe plane të rëndësishme ekonomike. Në dashuri mund të ketë pak tension për shkak të situatave financiare, por sinqeriteti qetëson gjithçka. Mos e shiko këtë ditë si fatkeqësi, është ndalesa që të shpëton nga një gabim shumë më i madh në të ardhmen. Përqendrohu, mos shpenzo kohë dhe dëgjoj intuitën tënde të fortë. Pas kësaj vale, vjen stabiliteti. Nëse ky mesazh rezonoi me ty, dije se universi po të udhëheq drejt qartësisë dhe forcës së brendshme. Shkruani në komente. E pranoj mesazhin e ditës. Le të aktivizohet energjia e dritës për ju. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në Zërin e Universit dhe ta ndani videon me dikë që ka nevojë për këtë paralajmërim hyjnor. Drita është me ju.